Me zor përprisim që të vinte freskia, të ikte vapa e nxehtë e verës që më thënë të drejtën na pat lodhur. Tashmë alhamdulillah po e ndjem freskin, po e ndjem shiun, po e ndjem vjeshtën dhe avash po afrohet dimri. Ku kjo situatë e njeriut që nuk gjen karar, kur është vap kërkon të ftohtin e kur është ftohtë kërkon të nxehtin, tregon natyrën tonë që edhe tregon dhe natyrën e kësaj bote në fakt që me të vërtetë që këtu në këtë botë nuk ka rehati, siç thuhet një fjalë e bukur, la rahata fi dunya, nuk mund gjej njeriu rehatin dhe lumturinë e vërtetë në këtë dynja. Dhe pikërisht kjo situatë më kujtoi një prej ajeteve të bukura të Allahut të Lartësuar në surën Insan, ku thot muttakiina fiha ala al-araik la yarawna fiha shamsa wala zamharira, kur flet për banorët e xhenetit që do të meritojnë shpërblimet e Allahut të Lartësuar, që lutë Allahun të bëjë për tyre, i përshkruan kështu: ata banorët e xhenetit do të jenë të mbështetur në koltuqe dhe në xhenet nuk do të kenë as vap e nuk do të kenë as ftohtë. La yarawna fiha shamsa wala zamharira, pra nuk do të kenë vap për t'u ankuar nga vapa e tepërt dhe nuk do të kenë edhe ftohtë për t'u ankuar nga ftohti i tepërt, për të përshkruar Allahu xhaleshanu kështu mrekullinë e xhenetit, sepse ja siç e shikojmë në këtë botë, neve njerëzve nuk na gjendet karari. Allahu na bëf prej banorëve të xhenetit. Amin ya rabbel alamin.